في المؤمنين الصادقين رجال. Pyetja e radhës thot: ato do ringjallemi në ditën e gjykimit në të njëjtën formë të trupit siç kemi vdekur. Pa pyet dhe thot: ditën e gjykimit në çfarë forme do të ringjallemi? A do të ringjallemi në formën dhe pamjen siç kemi jetuar në këtë botë, apo do të kemi ndonjë formë tjetër në çastet apo ditën e ringjalljes? Përgjigjja është se njeriu në ditën e gjykimit ringjallet në atë formë siç ka vdekur. Nga se Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim thot me ajet, thot e yahsabu al-insanu allan najma' 'idhama. A mendon njeriu se ne nuk kena me adupuën eshtrat e tij? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Thot Allahu Azza wa Jalla, thot jo, ne jemi të fuqishëm që do ta ringjallmi edhe mojat e gishtave të tij. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit në ditën e gjykimit do të ringjallen të zhveshur, zbathur dhe të pabëm synet. Aisha radiallahu ta'ala anha, kur ndëgjoi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ringjallen njerëz në këtë formë, tha ja Rasulullah, meshkujt dhe femrat bashkërisht me një vend? Tha po ja Aisha. Tha ja Rasulullah, do të shiqoj njëri tjetrin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo ditë është më e tmerrshme se sa ti shkon ndërmend të shiqon të qertë. Nga këto hadith, dhe ajete na tregohet dhe na bëhet e qartë se njeriu ringjallet në ditën e gjykimit në atë formë siç ka qenë. E pastaj disa përfundon përfundimi i tij në xhennet dhe do të ndryshojnë format e tyre në xhennetin Allahut, e disa të tjerë do ta kenë përfundimin në xhenem. Po ashtu do të ndryshojnë format e tyre, siç ka ardhur në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu do t'ia trash lëkurën banorëve të xhenemit, një dham i banorëve të xhenemit do të jetë më i madh se kodra e Hudit dhe kështu me radhë. Kjo do të ndodhe pasi do të përfundojnë çështja e cilën në xhennet apo në xhehenem, ndërsa përderisa ditën e ringjalljes janë do të ringjallen në atë formë siç kanë jetuar në këtë dunjë. Allahu Azza wa Jalla më mirë din. Pra me kaq përfundojmë rubrikën e parë të pyetjeve dhe ju lam në kujdesën Allahut Azza wa Jalla deri në emisionet e ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.